إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لافدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى لافدرين ديم ذا فالي فتن بريتي كركين I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e çoi në humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, jeni frikë Allahun e lartësuar ashtu siç meriton ai të kihet frikë dhe rregulloni marrëdhëniet midis jush, largojeni urrejtjen dhe armiqsinë, duajeni njëri tjetrin dhe duajeni për vëllezërit tuaj atë të mirë që e doni edhe për veten tuaj. Dhe dijeni se kjo gjë është prej cilësive më madhështore të besimit dhe se shpërblimi i saj është i madh, sidomos në fundin e kohëve, kur sprovat shtohen, zemrat ndikohen prej tyre dhe ftohen ndaj njëra tjetrës. Dhe për shkak të tyre përhapet armiqësia dhe urrejtja, aq sa njerëzit mezi e njohin njëri tjetrin. Ndaj Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, transmeton nga Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu se ka thënë: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u pyet për Kiametin dhe ai tha: Inna bayna yadayha fitnatan wa harja. Pra u pyet për ditën e Kiametit, pra se kur do të ndodhë dhe për shenjat e tij, dhe ai tha: Inna bayna yadayha fitnatan wa harja. Para ti do të ketë sprova dhe harj. Ata i thanoj dërguari Allahut, sprovat i njohin, po hergji çfarë është? Ai tha sallallahu alaihi wasallam: al-qatlu wa yulqa bayna an-nasi at-tanakur fala yakadu ahadun an ya'rifa ahada. Ajo është vrasja dhe mes njerëzve do të futet urrejtja, aq sa ndonjëri mezi do ta njohë tjetrin. Prandaj përpjekja e njeriut me veten e tij për ta pastruar zemrën nga mlefi, nga zilia dhe armiqësia, si dhe për të dashur të mirën për besimtarët në fundin e kohës, ka shpërblim të shumë fishuar. Madje kjo është prej shkaqeve më të mëdha për fitimin e xhenetit dhe shpëtimin nga zjarri, për shkak të paksisë atyre që e posedojnë këtë cilësi në fundin e kohës. Prandaj nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Rawahu Muslim. Më të vërtet thot, ky ummeti juaj, mirëqenia e tij është vendosur në fillimin e tij, ndërsa fundin e tij do ta godasin sprova dhe çështje që ju do t'i urrejni. Do të vijë një sprovë që do psoj tjetrën. Vjen sprova dhe besimtari thot:
kjo është ajo që do të më shkatroj mua. Pastaj ajo largohet. Pastaj vjen një sprov tjetër dhe besimtari thot, jo, kjo është. Ndaj, kush dëshiron të largohet nga zjarri dhe të futet në xhennet, le ta zër vdekja duke besuar në Allahun dhe ditën e fundit dhe le të sillet me njerëzit ashtu siç dëshiron që ata të sillen me të. Pra le të sillet mirë me ta. Prandaj robërt Allahut, ftohja e zemrave me njëri tjetrin dhe mos pajtimi mes tyre ka shkaqe dhe sebebe, dhe s'ka dyshim se zemrat nuk bashkohen përveç se me zhdukjen e këtyre shkaqeve. Ndaj shkaku i parë është prishja e mjetit dhe mungesa e sinqeritetit ndaj Allahut të lartësuar, sepse sinqeriteti i pastër për Allahun e pastron zemrën, e pastron atë nga smira, e largon njeriu nga gara për dynjan, nga mbrojtja e vetës me të kotën dhe nga fanatizmi i urryer. Ndaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, thalathun la yaqillu alayhinna qalbul muslim, ikhlasul amali lillah wa munasahatuhu ulati al-amr wa luzumu jama'atihim. Thot tre gjëra ndaj të cilave zemra e muslimanit nuk mban lef, janë bërja e veprës me sinqeritet për Allahun, këshillimi i prisëve dhe qëndrimi me xhamatin e tyre. Pra këto janë shkaqe të mëdha që duhet patjetër të jenë të pranishme tek njeriu, dhe e para prej tyre është bërja e veprës me sinqeritet për Allahun e lartësuar. Shkaku i dytë është dobësimi i parimit të dashurisë dhe urrëties për hir të Allahut, i cili është prej shtyllave të dëshmisë la ilaha illallah. Ky parim është prej gjërave më të mëdha që i bashkon zemrat, forcon lidhjet e dashurisë mes besimtarëve dhe u jep atyre nder dhe forcë, sepse nëpërmjet tij besimtarët bëhen miq dhe mbështetës të njëri tjetrit. Madje në zbatimin e tij nuk ka vend më për besime të kota, qofshin ato bestytni apo bidate, nuk ka vend për nacionalizma, as për fanatizëm fisnor dhe as për parti të urryera. Prej rreziqeve më të mëdha të globalizmit ideologjik sot është lufta e tij kundër këtij parimi madhështor. Aq sa kjo luftë ideologjike ka dëpërtuar në zemrat e shumë muslimanëve, duke bërë që tek ata të prishet peshorja e dashurisë dhe urrëties për hir të Allahut. Ndaj uniteti i bekuar që Allahu e do, që i ndihmon pasuesit e tij, u jep pushtet dhe u bashkon zemrat, është uniteti i besimit, uniteti i tauhidit dhe i sunetit, jo uniteti kombëtar apo nacionalist dhe as globalizmi ideologjik. Ndaj Allahu i lartësuar ka urdhëruar për këtë parim madhështor dhe ka lavdëruar imamin e hunefave, Ibrahimin a.s., i cili nuk ishte idhujtar, dhe ka lavdëruar po ashtu edhe ata që ishin me të, për shkak të zbatimit të këtij parimi me zbatim të plot dhe për shkak të distancimit të tyre nga populli i tyre idhujtar. Ndërsa shkaku i tretë, vëllezër të nderuar, është lënia e zbatimit të sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është prej shkaqeve më të mëdha të përçarjes dhe të ftohjes së zemrave midis muslimanëve. Këtë tregon fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam për rregullimin e safeve në namaz, ku thot: "La tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum." Ose do t'i rregulloni safet tuaj, ose Allahu do t'i përçajë zemrat tuaja. Kjo është ndëshkim nga Allahu për shkak të lënies së sunetit. Nëse mos rregullimi i safeve shkakton përçarje, atëherë çfarë të themi për çështje edhe më të rënda në të cilat kanë rënë shumë prej muslimanëve sot. Ndërsa shkaku i katërt është shumëllojshmëria e burimeve dhe e referencave nga cilat muslimanët e marrin fenë e tyre. Prandaj metodologjia e marrjes së fesë
duhet jetë një vetme, metodologjia e selefëve të mirë, sepse kur muslimanët kanë një burim të vetëm, nga i cili marrin fen, dhe një burim ujë nga i cili pinë fjala e tyre bashkohet, edhe ata mblidhen, por kur burimet shumëfishohen dhe metodologjit ndryshojnë, domosdoshmërisht do të ndodhi përçarja. Ndaj, realiteti i lidhur që muslimanët e përjetojnë sot dëshmon për këtë gjë, sepse kur disa prej thirrësve të së mirës u larguan nga metodologjia e selefëve të mirë, pra nga brezi i parë i sahabëve, i tabiinëve dhe imamllarëve të mëdhenj të umetit, filluan të marrin nga metodologjitë të shpikura dhe të devijuara, atëherë në mesin e tyre u fut përçarja dhe mospajtimi. Kjo për shkak se nuk u bashkuan tek një metodologji e vetme, dhe kështu si pasojë ata i shkaktuan dëm masës së gjerë të muslimanëve. Ndaj, le të bëjmë kujdes në këtë pikë dhe le të referohemi Kuranit dhe Sunetit sipas kuptimit të selefëve tanë të mirë, si dhe të kthehemi vazhdimisht për kërkimin e dijes dhe për çdo paqartësi tek dietarët të mëdhenj të Islamit, në mënyrë që të mos futet urrëtia dhe përçarja në zemrat tona. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robert Allahu, shkaku i pestë prej shkaqeve të largimit dhe të ftohjes midis njerëzve është dashuria për dunjan dhe vrapimi pasaj, si dhe gara mes muslimanëve për ta shtuar atë, sepse ajo i shpërqendron zemrat dhe i angazhon ato. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij: Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ju ka hutuar juve gara për shtimin e pasurisë, derisa të vizitoni varret. Pra derisa të shkoni tek varret, edhe të vdisni, pra të groposeni. Pra gara për dunjan shkakton armiqësi dhe grindje, madje edhe mes vëllezërve dhe të afërmve. Ndaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: Mal faqru akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nuk është varfëria ajo që kam frikë për ju, por kam frikë se dynjaja do t'ju hapet, pra do t'ju jepet, ashtu si që ju dha atyre që ishin para jush, e ju do të garoni për ta ashtu si që garuan ata, dhe ajo do t'ju shkatroj juve ashtu si që shkatroj ata. Ndaj duhet bërë kujdes që kërkimi pasurisë mos bëhet shkak për përçarje dhe armiqësi midis muslimanëve, ndërsa shkaku i gjashtë janë gjunahet dhe mëkatet, sepse ato i ngurtësojnë zemrat dhe i mbushin ato me errësirë dhe egoizëm. Ndaj për këtë gjë ka ardhur një hadith madhështor nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se gjunahet i ndajnë zemrat që janë të bashkuara, edhe nëse ato janë bashkuar për hir të Allahut dhe janë dashur për hir të Allahut. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ma tawadda ithnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Thot, nuk janë dashur dy persona për hir të Allahut, e të jenë ndarë mes tyre përveç se për shkak të një gjunahu që ka bërë njëri prej tyre. Këtë transmeton Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma. Ndaj, le të ruhemi nga këto shkaqe dhe sebepe, të cilat i ftohin zemrat dhe i përçajnë muslimanët midis tyre, dhe t'i përmbahemi udhëzimeve të Kuranit dhe Sunetit në çdo moment të jetës sonë, pasi vetëm nëpërmjet tyre arrihet uniteti dhe bashkimi. I lutëm Allah të lartësuar që t'i bashkoj zemrat e muslimanëve, ta largoj urrëtitjen midis tyre
dhe t'i bëj ata që t'i shmangen shkaqeve të urrejtjes dhe të përçarjes. Vëllezër të nderuar, së fundmi mos harroni të luteni për pejgamberin ton, pasi Allahu i lartësuar urdhron dhe thot në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë Allahu dhe melajket e tij e lavdrojnë pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.